të teksni, bastioni i pamposhtur, i vlenit dhe i lëvizjes besa që gjithmonë ka shënuar fitore spektakulare. Mirëmbrëma Sedat, mirëmbrëma gjithë aktivist të nëndegës të teksni, shefi shtabit, i nderuar bartës i listës, Albi Qamili, i nderuar kryetar, sonte jemi në këtë vend ku ne kemi bazën edhe shtillën më të fortë të gjithë fitoreve tona historike nga momenti i themelimit dhe që do ta mbullos me 19 tetor nga 2-1, tani rezultatet në sondazhe flasën se në teksni do të shkojmë 4-1. I nderuar kryetar, të bëj apel nga këtu që sa më shpejt ekipët e ekspertëve t'i angazhojsh për të bërë një aplikacion që Bajramit t'ja mësojmë se ku gjendën rrugët e Tetovës dhe me 11 tetor në mbrëmjen e asaj nate të mund të gjije rrugën dhe shtëpinë e vetë se do t'a ketë shumë vështirë. Po ashtu du t'i përgjigjem edhe Bajramit edhe Aliut. Këta tjerët që s'kan as kandidat, nuk kan as ofertë, kanë në të kaluar vetëm skandale, dështime, gënjeshtra e mashtrime. Dhe në mënyrën më të panatirshme, nuk tregojnë as për një ofertë politike në zgjedhjet komunale del Aliu me stilin e Mburavecit, duke thënë se unë nuk merrem me asfalt e me kanalizime, unë merrem me marrëveshje ndërkombëtare. Ti zotni je në listat e zeza ndërkombëtare, je në ngrata në SHBA, ti ke bo veç hajni dhe marrëveshje për t'i çu parat në Serbi, vetëm vjedhje ndërkombëtare ke bo. Ashtu si t'i publikuam 7 ditë rresht me 7 presa që ke shit akcione në bankën e Serbisë. Ashtu si të denoncum dhe bank pres për 5 milion kredi që i ke marrë nga Serbia. Të denoncum për çdo ditë të javës, 7 ditë rresht, akoma nuk e ke thënë asnjë fjalë, jo 7 fjalë. Dil dhe prononcohu, po të sfidoj, ke shit akcione në bankën serbe, ka marrë familjari juaj 5 milion kredi apo jo? Në qoftë se je burr përballur me të vërtetën, jo të hikish me folklor, me pallavra, pasi 22 vite me këtë formë i mbashtrove shqiptarët. S'kini nevoj për kanalizime dhe e la e Zajazin pa kanalizim. E la e Tetovën të mbitur me mbeturina, me depo të egra të mbeturinave. Me asë një projekt të realizuar, pa ujësjelës, pa kanalizime, me qenë ndacak, pa asë një infrastruktur që e murëm cop. Dhe kjo është ajo hipokrizia juaj që sonte ndëgjojsha në debatit gjatë rrugës duke u kthi Pidibre dhe fiks po model ajo proverba popullore. Hajduti mendon se të gjithë vjedhin. Shpifësit dhe gënjeshtarët mendojnë se gjithë janë shpifës. Dhe çdo ditën fjali i Bajrami e kishte shpifje monstruoze. Dhe më apostrofoj edhe mua duke thënë se unë i kontrolloj kam mafien urbane këtu. Bajram, Bajram, që e ke hub busollën. Adnan Azizi nuk mund t'i gjish as një fakt të vetëm. Unë nuk kam ndërtu as komplet qendra të Soravis. As kum shit aksione në bankat e Serbisë. As kum marrë kredite 5 milion euro nga Vučići. Dhe as jam i përfshim në afera korruptive
si e ti përfshim kur ishe drejtor në magaz me biznismenët rusë. Dhe sa herë ju që zehi keq luni lojën e asaj të përdalës të thonë, sa su ke thonë, të talë se zdisi arsjeton, të ta ve fajnë ty, ndërsa ju jeni më të korruptuarit, më të kompromituarit, cila është faqja e zese juaja. Edhe nga debati nëse ndoqët. Ata turprohen nga vetvetja, kur kryetari i tha, a identifikosh me të uta Arifin? Jo, tha, trishtun, se e la Tetovën në katastrofë ekologjike, me mbeturina, me 24 milion euro borç, me arsim të shkatruar, me administrat të shkatruar, me infrastruktur të shkatruar, të mbuluar me mbeturina, me qenë ndacak dhe me zimti dhe pashpres. Kjo është tira juaj në pushtetin qendror, në pushtetin lokal. Dërsa kur ja përmendi Arton Grubin, s'kam të bëj, tha, unë hiq, tha, as me Arton Grubin, as një lidhje s'ka. A e shifni si turprohen nga vetvetja? A e shifni se ata kur dalen para pasqyrës trishtohen nga fotografia se çfarë kanë bën në pushtetin lokal dhe në pushtetin qendror. Dhe pa fije turpi, jo vetëm që e din gjithë shqiptarët dhe fort mirë e din gjithë tetovarët, po e din gjithë bota mbarë se Bilal Kasami është kryetari historik i Tetovës, më i suksesshëm në gjithë Republikën, njeriu që ka bërë revolucionin e ndryshimeve, njeriu që besoni që kam pas raste të jem shpesh prezent me qytetarë, jo që i ka realizu projektet, po gati edhe listat e dëshirave që i kam pas qytetarët, që janë reale, të gjitha i ka realizu një nga një. Dhe sot e patë edhe porosin që ma qoj një mik nga Tetova. 13 orë udhtim me di fëmijë që e ka njënin 4 vjet, njënin 2 vjet, tha do vi special, isha verës, e pash ndryshimin dhe punën e Bilalit në Tetovë, jo 13 orë, qofse duhet edhe 26 orë do të vi për ta votuar dhe për t'i shpreh mirënjohje punës dhe veprës së Bilal Kasamit. Dhe kështu flasin mërdimtarët, kështu flasin qytetarët, kështu flasin njerëzit e rarë, ndërsa ki bedeli i Teuta Arifit që frigët të identifikohet me sheficën e vetë që ishte këshilltar diku, me mënyrën më banale mundohet të akuzoj Bilalin Adnanin. Jo, me nuk kini shansë. Po a përsëris, ri në shtëpi me qira, Bilali ri në shtëpinë e babës vetë. Të gjithë ne s'kemi ndërtuar as qendra, as vikend shtëpiza, as kemi ndërtesa në Shqipëri, as kemi ndërtesa në Ulqin, as kemi bo milion investime në Austri, as në Zvicër, as në Gjermani, si ju që e ropët, e zhbatët, e vjodhët, deri në palës këtë popull, edhe sinqerisht nuk e kam të qartë, si mirë një gucin, si një qasht të paftir, dilni, ata që i keni bo vetë, të i akuzoni të tjerët, po ma thoni me një fakt, edhe monopolin e shitët, edhe shikjellakin e shitët, edhe Dakadovidovicin e prut këtu, gjithë pronat publike 130 milion euro i shitët me dhe to. Dhe për t'i hikur përgjegjësis që më në fund e latë pa shpres këtë popull dhe 60% shkojnë në gurbet, 80% e rinis hikin nga këtu, pikrisht nga kjo mendësi dhe nga kjo hajni e juja, dhe tani dilni dhe aja liu që mundohet të aktroj Enver Hoxhën apo Stalinin, unë nuk mirëm me punë vogla, unë jam patriot i madh. Pa e dip se hikër rinia, pikrisht që i la pa u i sjellës, pa u i të pishëm, pa kanalizim, pa shkolla cilësore, pa
universitete, pa infrastrukturë, pa ekonomi dhe pa perspektivë se gjitha vavjode i mbajte për viti dhe ja dhae si monopol familjes tonë dhe gjithë pasurinë e shqiptarve, dhëndrit, djalit, vajzës dhe miku tënd. Dhe në munges për të përballur me argumente, ju shpifni, por faktët janë shumë kokforta. Për çdo ditë va kemi nxjerrë faktet se ja kush janë bota sërbe, ja kush janë shitët e sërbët, ja kush i shiti shqiptarët në Open Balkan. Jeni pikërisht ju, dhe ne jemi ata që merremi me halle, me derte të shqiptarve, të qytetarve. Dhe e shifni se ata së në bëjnë të bim. Më thoni në kitë qitetin, keni pata bëjnë një të bim ato. Ku shkojmë ne, kështu është masa. Dhe prandaj me 90, jo që dhe të fitoj Bilali në Tetov, po dhe tjetë diferencë shumë e thellë. Sondazhet flasin jo për rëndin e parë, po Bilali me 30% të votave është diferencë, që do të thotë do tjetë fitoria mbi 2-1. Dhe atë që më këmë thonë se ne do të bëjmë fitoren me 10.000 vota diferencë. Për mendimin tim, ato s'meritojnë asë një votë, se s'bon asë një gjo për Tetovarët, përveç që nga kanë vjetë, nga kanë rejtë, nga kanë plashkit, nga kanë mashtru. Dhe ne po flasim tani për një kapitull të ditë, ku Bilali ka ndërtu strategjinë e zhvillimit, strategjinë e arsimit, strategjinë e turizmit, strategjinë e investimeve në ekonomi, dhe ata flasën, çfarë flasën? Po është turp mënyrën se si e bëjnë fushatës, nuk e di unë cili shqiptar, cili tetovar dhe shkoj t'i votoj ata. Prandaj, me 90 tetor, ju lutem kështu si jeni. Prej tash, deri atë ditë. Pandal ta kërkoni me mburje, me nder, me krenari, votën prej çdo qytetari, prej çdo shqiptari, për listën tonë të këshilltarëve më të mirë dhe padyshim për kryetarin më të suksesshëm, jo vetëm në Tetov, por në gjithë nivelin e shtetit, dhe të bëhemi një zë dhe në natën e 19 tetorit fitoria do t'jetë padyshim e jona, e tetovarve dhe e Vlenit nga Likova deri në Stru. Faleminderit.